duke patur parasysh urrëtitjen shekullore kundër shqiptarëve dhe vendit tonë, synimet shoviniste, fobin ndaj shqiptarëve të përgjithsisht dhe në veçanti ndaj Shqipërisë socialiste. Këto janë fjalët që Ramiz Alia përdori në mbledhjen e vitit 1983 me kuadrot e ushtrisë shqiptare. Në këtë sallë u dha një paralajmërim i qartë. Shqipëria duhej të ishte gati për luftë në çdo moment. Ju ftoj të ndiqni videon dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë materiale të tilla. Detyrën e re. Unë dëshiroj me porosi të veçantë dhe në emër të shokut Enver t'ju përgëzoj dhe t'ju uroj suksese në detyrën e re dhe shumë të rëndësishme me të cilën ju ngarkon partia. Ky është një besim dhe nder i madh, të cilin ne jemi të bindur se ju do t'ja shpërbleni popullit dhe partisë me punë të palodhur dhe besnikëri shembullore. Më lejoni me këtë rast, në këtë takim, të tërheq vëmendjen tuaj në disa çështje të veçanta. Si nga ana e ministrisë, ashtu dhe nga ju, kuadrët udhëheqësi të njësive të mëdha, është e domosdoshme që të përfundoni sa më shpejt riorganizimin në mënyrë që të mos cënohet as pak dhe për asnjë moment gatishmëria luftarake e ushtrisë tonë. Të përfitojmë në kohë, sidomos këto muajt e dimrit, që pastaj tërë vëmendja të përqendrohet në përgatitjen luftarake, në stërvitjen dhe kompaktësimin e njësive dhe treparteve. Të veprojmë shpejt dhe me një ndjenjë shumë të lartë përgjegjësie. Të mos harrojmë se armiku nuk na pret neve. Nuk na jep kohë ne, por ai mund të godas kur e shef të levërdishme për veten e vet. Natyrisht kjo ka lidhje edhe me situatat që zhvillohen sot në botë. Prandaj partia ngul këmbë që kuadrot edhe ushtarakët të mos jenë vetëm specialistë të zotët, por edhe të ngritur politikisht, të rrojnë me situatat dhe të nxjerrin prej tyre detyrët. Siç e ka theksuar partia dhe shoku Enver, gjendja ndërkombëtare është mjaft e turbull. Rreziqet e luftës janë shtuar. Kjo vihet re jo vetëm nga fakti i ekzistencës të vatrave të nxehta të luftës, siç janë ato në lindjen e mesme, në luftën midis Iranit dhe Irakut, në ngjarjet e Afganistanit e të tjera, por edhe nga gara armatimit të superfuqive dhe të fuqive imperialiste që rritet pa prerë. Për demagogji, amerikanët dhe sovjetikët bëjnë zhurmë për çarmatim, por në realitet po e mbushin globin me baza ushtarake, po e mbulojnë Europën me raketa dhe armë bërthamore, me ushtri dhe me tanke. Prirjet për luftë, agresiviteti i superfuqive dhe i forcave të tjera imperialiste janë bërë më të rrezikshme, duke patur parasysh krizën e rëndë ekonomike e politiko-ideologjike, në të cilën gjendet sot bota borgjeze dhe revizioniste. Në këto kushte, rreziqet e luftës, prirjet për aventura rriten. Prandaj edhe vigjilenca e jonë dhe gatishmëria luftarake duhet të jenë më të mëdha se kurrë. Kjo bëhet më se imperative, veçanërisht po të kemi parasysh edhe situatën rreth nesh, gjendjen në fëmijët tanë. Kriza në këto vende, në Jugosllavi, në Itali, në Greqi është shumë e thellë. Në Jugosllavi po falimenton tërë sistemi ekonomiko-shoqëror. Borxhet e mëdha që e kanë bërë Jugoslavinë shtetin më të varur nga bankat e huaja, si dhe grindjet e përçarjet nacionaliste, që pasqyrojnë falimentimin e plot të titizmit si ideologji dhe të vetë administrimit si sistem,
kanë krijuar një situatë të pasigurisë, të mbarsur me rreziqe dhe me të papritura të mëdha. Duke patur parasysh urrëtitjen shekullore kundër shqiptarëve dhe vendit tonë, synimet shoviniste, fobinë ndaj shqiptarëve të përgjithsisht dhe në veçanti ndaj Shqipërisë socialiste, si dhe duke ditur se partia jonë dhe Shqipëria socialiste, me qëndrimet e saj është bërë shembull në botë që demaskon titizmin dhe demagogjin titiste në sytë e popujve, në këto kushte dhe në krizën që është, Jugoslavia mund të hidhet në aventura, qoftë me iniciativën e saj, qoftë e nxitur nga social-imperialistët sovjetik e të tjerë. Prandaj, duhet jemi kur do herë gati. Titizmit dhe serbomdhënjvet, kur të mos u zëm bes. Gjithmonë të mbajmë sytë hapur dhe pushkën të mbushur. Por gjendje e rëndë me të papritur edhe rreziqe për aventura, për vendosjen e fashizmit e tjerë, ka edhe në Itali e në Greqi. Prandaj gjithnjë, për ne shtrohet detyra të jemi vigjilent dhe të gatshëm në çdo çast. Kjo bëhet e domosdoshme edhe duke patur parasysh zhvillimin e ngjarjeve në vendin tonë. Demaskimi dhe likuidimi i bandës Mehmet Sheut, të Kadrias Biut, këtyre spionëve imperialistë të armiqve, ndryshimin e rrugë paqësore në thonjza, ose me anë të një puçi nga lart, duke likuiduar shokun e Enver dhe udhëheqjen e shëndosh të partisë. Në këto kushte, për të realizuar planet e tyre, si dhe për të likuiduar Shqipërinë, të vetmi në vend socialist, që është bërë një forcë tërheqëse për popujt dhe revolucionarët, armiqt, të jemi të bindur, do të përdorin mjetet e forta, që nga aktet e diversionit, siç që dërgimi i bandës së Xhevdet Mustafës, tek provokacionet kufitare dhe aktet e sabotazhit, dhe deri te të ashtu quajturat ekspedita ndëshkimore, sulmet kufizuara, si që bën kinezët me vjetnamezët, dhe deri në fund të lufta dhe sulmi i plot. Pra, direktiva e partisë për vigjilencë e gatishmëri nuk ka karakter abstrakt, por aktualisht merr një rëndësi konkrete dhe tepër praktike. Prandaj, ta kemi mirë parasysh në çdo hap të veprimtarisë sonë politike, ideologjike dhe ushtarake. Në praktik, çdo të thotë të jemi vigjilent dhe të përgjigjemi situatave dhe detyrave që na shtrohen. Kjo do të thotë, në radhë të parë, të ngrejmë nivelin e punës sonë, të përmirësojmë stilin dhe metodën e punës, të luftojmë formalizmin dhe punën e ngathët e të rëndomët. Tani, edhe në ushtri, si kudo, partia kërkon punë me cilësi të lartë, punë të gjallë dhe të shkathët.